flasje e parë. Pak qetësi. Kush do flasë para? I kështu Simona? Po, kështu ta i. Audio? Kjo është vetëm për kamerën, ëh? Vetëm po, çfarë? Është dy program, unë më kryetari dhomës tregtisë për këtë problem. Dhe më një kësa. Mirë se erdhe profesor doktor Sali Berisha. Okay. Mirë se erdhe profesor doktor Sali Berisha. Është kënaqësi t'ju kemi këtu mes nesh. Unë jam Manjola Resnjaku, CEO e kësaj fabrike. Faleminderit për prezencën tuaj në këtë subjekt ku prej 30 vitesh ka kontribuar në ekonomi, gjithashtu dhe në punësimin e qindra familjeve shqiptare. Prania juaj gjithashtu është dhe një mbështetje e madhe për sfidat që po kalon biznesi i prodhimit, ku shumë nga ne edhe kanë mbyllur, kanë rrezikuar mbylljen e tyre. 3 pikat që unë do doja të diskutonim dhe që pyesja, si do shkoj historia e euros, e cila është vlerësuar jashtëzakonisht dhe është problem për ne. Problemi tjetër është urbanistika, dhe i treti që është dhe më problematik është shpapullimi, ku ne kemi mangësi me fuqinë punëtore. Ne nuk po kërkojmë asgjë më shumë se sa të bëhen politika të drejta dhe të qëndrueshme, të cilat do na lejojnë që të punojmë, të zhvillojmë biznesin ton dhe automatikisht të ketë dhe beneficencë, më thënë të mira për qytetarët. Faleminderit. Uroj që zëri ynë të dëgjohet një ditë. Okej. Atëherë përshëndetje gjithëve. Zoti Berisha ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë takim me biznesin e fasonerisë. Unë quhem Artan Luku. Përveç faktit që jam i dyti në listën e mbyllur të Partisë Demokratike dhe Koalicionit, jam edhe kryetari i dhomës tregtisë dhe industrisë Durrës. Dhe do doja të vijë në dukje vetëm disa nga vështirësitë që hasit biznesi i fasonerisë dhe biznesi në përgjithësi në Durrës, por edhe më tutje. Në 2 vitet e fundit ne përballemi me një paqëndrueshmëri të sjelljes së lekut karshi monedhës europiane. Në fakt nuk kemi të bëjmë me rënien e euros, por kemi të bëjmë me një forcim të lekut në thojza. Askush në këto 2 vite nuk ka analizuar, nuk është marrë, nuk është lodhur as pak të bëj një analizë të thjeshtë për çfarë ka ndodhur forcimi i euros, forcimi i lekut. Të gjithë e dimë, është leku i pisët, leku i pakontrolluar që ka hyrë me shumicë në Shqipëri në këto vite të fundit, ai i cili ka bërë që të kemi një situatë të tillë në raportin e lekut me euron. Kjo ka bërë që biznesi i fasonerisë të pësojë humbje, po jo vetëm fasoneria, në fakt se ne jemi këtu dhe po flasim për fasonerinë, po dhe biznesi i turizmit, për efekt të përnotimeve që gjithmonë janë një vit përpara, ka bërë që të kemi humbje që arrin deri në shifrën 15%. Hallet e biznesit në këto 2 vite kanë rënë në vesh të shurdhët. Ajo që është fakt për të ardhur keq është që ato që përfaqësonin biznesin e fasonerisë dhe biznesin në përgjithësi, që ishin negociatorët e biznesit dhe të qeverisë për këtë problem, sot janë pjesë e listave të Partisë Socialiste. E kanë përdorur kauzën e biznesit, e kanë përdorur këtë lloj organizimi për të bërë marketing për interesat e veta personale dhe as pak për të vënë dispozicion të interesave të biznesit. Unë do i ftoja biznesmenët që në fakt të bëjmë pyetje konkrete, sepse në programin që koalicioni ka, nuk është thjesht program elektoral, por kemi të bëjmë angazhim. Është me të vërtetë angazhim për të rregulluar gjëra, për të rregulluar mënyrën e të bërit biznes, për të patur konkurrencë të drejtë në të ardhmen. Ju faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Përshëndetje gjithëve, unë jam Florinda Gjulameti, ekonomiste, këshilluese e biznesit dhe certifikimit të standardeve.
90% subjekteve që ne asistojmë janë fason. Dhe kjo nuk është rastësi. Kjo tregon që fasonët kanë një qasje të bërit biznes me standarde dhe për qenë kompetitiv në tregun ndërkombëtar. Në 2 vitet e fundit ne hasemi çdo ditë me vështirësitë në punën e tyre. Një numër i madh i fasonëve në fakt ka mbyllur, ndërkohë që ato që vazhdojnë të rezistojnë është thjesht dëshira e tyre për të mos u larguar nga puna që kanë më shumë se 20 vite që bëjnë. Dhe është e sigurt që shënojnë humbje të mëdha dhe nëse do vazhdojnë në këto kushte, është e sigurt që brenda këtij viti fasoni vërtet do jetë drejt mbylljes totale. Kjo s'është rastësi, sepse përveç vështirësive ekonomike, ka qenë shumë e qartë diskriminimi ose shikimi me një lloj përçmimi nga qeveria dhe konkretisht nga kryeministri që është shprehur hapur që kjo është një industri që e bën të ndjehet vend i botës së tretë. Fakt kjo është gjë e pavërtet, sepse fasonët janë pjesë e zinxhireve ndërkombëtare dhe brendeve më të mëdha në botë. Dhe në fakt ne jemi kompetitiv në treg, por kjo nuk e di pse është kjo qasje, me qëllim apo jo, shkon për shtat dhe me çpopullimin, është një gjë më e madhe se ajo që ne hasim çdo ditë, se në fundit ne kemi për detyrë të bëjmë ballë kësaj gjëje, aq sa do mundemi. Problemi kryesor, siç u thash, euro, që çuditërisht na ofrojnë si forcim të lekut, me një informacion bazik mbi ekonominë, kuptojmë që leku është më i dobët se kurrë, po dihet pse euro ka arrit aty ku ka arrit. Sigur mos mjaftonte, fasonët, unë do flas për atë që lidhet direkt me punën tonë, janë shenjestër dhe objektiv e inspektoriat pas inspektoriati, e gjobitje pas gjobitje, e vjedhje në dorë pas vjedhje, megjithëse fasonët përbëjnë industrinë më me standarde në treg. Dhe këtë jo se e kërkon qeveria, po sepse ato janë pjesë e monitorimeve dhe auditeve ndërkombëtare. Kështu që atë çka do të parashikoj programi në lidhje me mbështetjen për fasonët, këto janë problematika kryesore, por sigurisht edhe për tjera që do flasim vetë fasonistët. Faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, doktor Berisha. Dua ta nis me një histori të shkurtër. Në vitin 2005, në kohën që e rikthimin të pushtet, takimin e fundit elektoral që bërë në Durrës, bërë një vizitë shkurtër dhe pranë ambienteve tona të robëqepësisë Ambra. Unë jam administrator i firmës Ambra me rreth 550 punonjës. Dhe direkt mbas atij takimi ke pas një takim në lagjen 13 në plazh. Ku vështirësitë asaj kohe ishin tjera, nuk janë to sot. Ku mungonte energjia elektrike dhe ne u detyronim në atë kohë të punonim 8 orë me gjenerator. Dhe deklarove pikërisht në atë miting për mbylljes në zonën e plazhit, ku the isha në një aktivitet, në një biznes që po mbijetonte me oksigjen. Sot fatkeqësisht jemi në të njëjtat kushte, ku ky biznes realisht i mungon oksigjeni. Por nuk janë kushtet në atë kohë që është mungesa e energjisë elektrike, por janë kushte tjera që është rënja e eros dhe rritjet tjera në mënyrë artificiale që kanë ndikuar absolutisht në rënjen e biznesit, në rënjen e të ardhurat të këtij biznesi. Siç e deklaroi dhe Florinda, fatkeqësisht janë mbyllur shumë aktivitete sektorit ton, ku është nënvlerësuar absolutisht sektori fazon, dhe kjo nuk është absolutisht gjë e mirë, sepse janë mbi 75.000 punonjës në këtë sektor që duhet të jenë patjetër një zë që duhet dëgjohen fuqishëm. Duhet të them shkurtimisht, sepse njerëzit sot me drejt thonë që pagat janë rritur në një farë mënyre. Absolutisht le të shkojë edhe paga 50.000 lekë të reja, me gjithë politikat që po bën mbështetëse për sektorin, janë të pranueshme edhe rritja e pagave. Por duhet të jetë kjo e lidhur patjetër dhe me kontrollin e çmimeve në tregun që po themi po e marrim minimalisht në tregun që punonjësit sot blejnë në markata, në supermarkete të gjitha. Sepse sot çmimet në supermarket janë më të larta se në Itali, ku paga është 3 herë më e lartë. Të gjitha këto duhet të jenë monitorueshme që edhe njerëzit ju vinë në ndihmë për këtë pjesë. Patjetër, edhe me pjesën e rritjes pagës, po edhe me pjesën e monitorimit të shitjeve.
Premtimin e dëgjova dhe është absolutisht gjë që do ndihmoj jashtë mase këtë sektor. Unë do doja të bëja një pyetje konkrete. Mbas krijimit të qeverisë, mbas sa kohësh do jenë fuqi ligji për kompensimin e humbjeve nga euro? Faleminderit. Unë që Bardhyl Barati, jam në këtë aktivitet, biznes fasonerie, kam 32 vjetë. Jam një nga aktivistët e para edhe të PD-s, por nga qendresa ime ka shqip PD-s, kam harë dhe kolpët e mjo, kam të shqip për momente, kam mbyll fabrikën, kam mbyll fabrikën. Jam i detyruar të çoj fabrikën në Qera. Neve doktor presim shumë nga Partia Demokratike. Unë jam përgatit qatë, po Iliana më tha bie shkur se doktori ka dhe një takim tjetër. Vazhdoj të hetë që sletër. Ma e si kod Iliana. Si thash, quhem Bardhyl Barati, në këtë profesion të këpëtësarisë kam afërsisht 32 vjetë, që punoj në profesionin shumë i bukur, por dhe shumë i vështirë. Vështirësia më e madhe është marrëdhënia me administratën shtetërore, të cilët pothuajse gjithmonë janë një pengesë e madhe për ne, duke mbështetur në një legjislacion diskriminues dhe të lodhshëm të palogjikshëm, që afron gjithmonë korrupsion të kësaj administrate. Në këto 10 vjetët e fundit jemi kontrolluar dhe licencuar nga audit i institucionet të kombëtare i ati konkretisht Bashkimeve Evropian, të cilët pos pate kushtet e fabrikave europiane nuk të licencojnë. Por për të marrë një licencë për të punuar do të thotë që kjo fabrik është në kushtet e shkëlqyer për të punuar. Por këtë nuk mendojmë institucionet tonë të kontrollit. Por këtë që thash më sipër do të paraqes një pasqyrë të gjithë këtyre institucioneve. Pa i bi shkurt se na këto lloje zërfikset. Zërfikset kur të vinë për kontroll, pasi të gjithçka është në rregull sipas kërkesës ligjore, sistemi në zjarr ajror, fikset e zakonit dhe fikset me karbon për linjat elektrike të pyesen për hidrantët e ujit. Ku e keni? Thonë se s'kemi në furnizim ka linjat e ujit, të pishën. Dhe nga një herë kush me vjen ujë, ne e blem me botën nga private. Ato do të thonë, s'ka që na duhet, kështu na thot ligji, dhe do të tundin bllokun e gjobave. Inspektorati Shëndetësisë, pasi vinë e bën kontroll dhe shohin të gjitha është në rregull, kërkojnë a ka mish kutijet e zeza për mit, a i kena analizët e ujit të pishëm. Pasi themi që s'është në kërkesët të fabrikë, për fabrikët do të plotësohen se ato janë kontroll vetëm për kur ke kuzhinë, ato të përgjigjen punëtorët lajnë duar dhe pastaj hajnë bukë, kështu mund të infektohen. Dhe kur i pyet ku është shkruar në ligj, ato do thonë, kjo merret me mend se s'ka nevojë për ligj dhe të undin bllokun e gjobave. Gjatë periudhës së Covidit, kur qeveria nxirrte nëpër bulevardë dhe rrugët autoblindët për të mos lejuar njerëzit që të dalin jashtë shtëpive të tyre, neve na drejtojnë të punojmë, na detyruan të punojmë dhe të rrezikojmë jetën. Ne i bëjmë kërkesë vazhdueshme qeverisë, por asnjë herë s'na e morë parasysh këtë kërkesë tonë dhe nuk na bëri në mëshirë. Na lanë në mëshirën e fatit. Pasi s'mjafton me kaq vinë për kontroll dhe na kërcënuan me gjobë 500.000 lekë të reja. Në erdhë një herë kontroll me vonë gjobë 500.000 lekë të reja, gjobë dhe një proces verbal që në lindë të shkruaj se 2 gra ishte shumë afër njëra tjetrës, pas një kontroll 4-5 orësh kontroll. Por fabrika ishte me kamerë dhe ata duke mashtruar në proces verbal na i vërtetuan se kur hyn në fabrikë ata ishin 7 veta me një forestrat. Dhe kur dolën, koha e tyre që qëndruan në fabrikë ishte 8 minuta.
e gjysmë, dhe kështu ne ju drejtuam me diskun e kamera o institutit të ankimimit në Tiranë dhe mbasi pan videon na anullon gjobën. Si do të them, spionët për para disa viteve na erdhi një dokument nga Ministria e Brendshme që të rekomandonin kësaj një person që ja kishin vënë emrin sinjalizues. Ose do të zgjidhë vetë ato, një person ka fabrika edhe në sistemin e kaluar, edhe në sistemin e kaluar të diktaturës nuk ishte një të tillë, të legalizuar. Ishte një absurditet dhe si vura rëndësi, se kjo nxirrste një kërkesë ligjore. Kjo s'ishte një kërkesë ligjore, por ata e kishin mbyllur ciklin, kishin rekrutuar financierin e fabrikës, i cili jepte informacion në vendin e caktuar, një person i cili kishte një gen spion ligun, se ja i jepte informacion edhe tek klienti italian, me të cilin punonim. Tash unë do dalë fund fare që doktori ka takime tjera. Jo, po të gjë me shumë kënaqësi. Ja, unë janë probleme teknike për ne që merrem me këtë punë. Po s'do të shqetësoj edhe të tjerë, kështu që janë më tepër probleme teknike. Ta i lashto. Kjo ishte pothuajse një pasqyrë e përgjithshme për periudhën deri më 11 maj të këtij viti, deri në fitoren ton kundër kësaj qeverie hajduta dhe një komunist delikuent dhe idiot i cili ngatron shqiptarën me bufin. Pas fitores së 11 maj, një fitore shumë e mirëpritur deri në krijimin e qeverisë së re është një periudhë prej 3-4 muajsh, e cila kjo periudhë duhet të shfrytëzohet për të rregulluar kuadrin ligjor. Me grupin e ekspertëve të Partisë Demokratike që do të merret në këtë punë me ndryshime ligjore, bashkë me grupin ton të interesit për një harmonizim sa më të mirë të këtij kuadri ligjor. Që vjedhë dhe korrupsioni të paktën mos të bëhet me ligj. Ne do të ndryshojmë këtë kuadër ligjor që paktën mos na vinë ato në përplasjen e letrat e ligjit, kjo është ligji thonë. Unë mendoj që kjo biznes është një biznes i mrekullueshëm, që të jep mundësi të mëdha për të eliminuar varfërinë, sidomos në zonat urbane, eliminon largimin e të rive, të reve nga Shqipëria, që këto vite e fundit ka qenë një kangrenë e madhe për bizneset tona, bashkë me rënien e erës. Do të përfitojmë sa të mundemi dhe sa më shpejt që këtë forcë punëtorësh që ka ky biznes ta shfrytëzojmë për të ringritur këtë vend në vendet që meriton, që ky vend mos të plaget, por të bëjmë çmos që të kthehen dhe ato të rinj dhe të reja që janë larguar në këtë vit të fundit. Prandaj bëj thirrje të gjithë pronarëve të këtij biznesi që të punojnë në këtë periudhë që ka mbetur deri në zgjedhjet me përkushtime pa ndërprerje që këto armatë të madhe njerëzish që me votën e tyre për Partinë Demokratike të japin kontributin e tyre për largimin e kësaj fasade, kësaj kase hajdutësh që na ka pirë gjakun dhe na ka bërë jetën të pamundur në këtë vend kaq të bukur. I uroj nga zemra Partisë Demokratike një fitore të thellë në këtë zgjedhje dhe bashkëpunimi jon të jetë për të mirën e këtij vendi. Të rroj Partia Demokratike, të rroj Sali Berisha, fitore. Së pari shpreh nderimin tim më të madh, mirënjohjen më të thellë për të gjithë sipërmarrësit dhe të gjithë punëtorët, punojësit në sektorin e fasonëve. I garantoj se për ne prodhimi i tyre dhe ata janë krenari kombëtare, do jenë krenari kombëtare. Nuk është një koncept i atyre që janë të shkputur krejtësisht nga realiteti, që jetojnë në një luks të shfrenuar, shpallja e sektorit të ekonomisë të prodhimeve në sipërmarrjet fason si diçka të botës tretë,
ndërkohë që ajo është një faktor shumë i fuqishëm prodhimi, shumë i fuqishëm zhvillimi, dhe është realisht Made in Albania është krenari kombëtare kudo që shkon, kudo që bëhet. E thash dhe njerë, për ne në këtë 4 vjeçar, ekonomia do t'jetë kryefjala. Prodhimi do t'jetë kryefjala jonë. Ne do të bëjmë gjithçka të dyfishojmë prodhimin në këtë vend. Shqipëria ka potenciale shumë të mëdha. Ka rezerva ka pasuri natyrore, ka prodhim, ka një tokë ndër më fertilet, ka njerëz të mençur, pra i ka të gjithë faktorët për të bërë një vend i fuqishëm prodhues. Natyrisht një nga sektorët më të fuqishëm të prodhimit në Shqipëri ka qenë industria fason. Kjo është e vërteta. Dhe keqardhja më e madhe është sepse këto 3 vite kjo industri përjeton një dram të vërtet. Një pasiguri absolute. Këta sipërmarrës që kanë vazhduar sipërmarrjen e tyre, këta janë heroj të vërtet. Sepse në rast se të bie monedha me të cilën funksionon me 35%, vetë kuptohet se në çfarë kushte mbetesh. Mbetesh pothuajse midis falimentimit dhe jo falimentimit. Jetesës. Tani jemi këtu. Pse kjo? Absolutisht vetëm një shkak. Dhe ky shkak janë kontejner e narko-eurove që vinë në Shqipëri. 100%. Edi Rama, si kreu i një organizate kriminale, kujdeset shumë më tepër për ta, se sa për ju. Ata i bëjnë ati peshqeshe €2 milion orë, ata i dhurojnë, kanë mundësi të dhurojnë 4 tëra në kullat që ky firmo, kullat e tyre që firmos. Ata kanë marrë në dorë leje të ndërtimit në Shqipëri. Kush i ka leje të ndërtimit? Shkoni, s'ka dhe në botë si Shqipëria. I ka kryeministri. Ju siguroj se në diktaturë ka qenë 3 herë më e decentralizuar. Ndërtimi një shtëpie në diktaturë, leja kur kishte lokalitet, merren lokalitet. Kur hoqen lokalitetet, merren komitet ekzekutiv. Kurse këtu merren në Tiranë, merren te Edi Rama. Pra ka bërë një përqendrim, ka vu zëve më këm se ti përfaqësuesen e bandës Elbasanit, motrën e 2 vëllezërve Roko që janë në burg, dhe të gjitha taksa dhe ryshfetët paguën aty njerë, pastaj merren lejet. Dhe natyrisht eurot asnjë kufizim. Ju jeni dëshmitar që kur erdhi Pirovengu këtu, drejtor, dhe poja mbi drejtor, mbite, këtu 1 kilogram kokain nuk kapet. S'kapet më. Hyn një lloj si mielli apo sheqeri. E ka tërësisht e dorë narko-euro, pra. Këta kanë, dhe pavarësisht se me këtë vërtet ndërtojnë disa kulla në Tiranë, dhe mund të fillojnë të ndërtojnë në për qytetet tjera, por ato janë absolutisht
mollat ndaluara për qytetarët, sepse kanë çmimet më të larta, më të paimagjinueshme, më të larta pas Munichut dhe Parisit. Dhe shqiptarët s'mund t'i blejnë. Kështu që rruga për këtë është shumë serioze. Së pari, bordi për të kompensuar fasonërit qindark për qindark për dëmin që u krijon rënja e euros. Dhe për të prerë me gjitha forcën e ligjit kanalet e zeza të mafjes shqiptare që vjen dhe lanë parat duke shkatruar mira vende pune. Dhe jam i sigurt se kjo realizohet shumë mirë. Edhe njëri ju garantoj se sektori fason dhe çdo sektor tjetër është krenari kombëtare për ne. Për ne prodhimi është krenari kombëtare. Ne duhet bëhemi me çdo kusht vend prodhues. Ne nuk mund të jemi një hotel. Edhe hoteli tha bukur për turizmin. Çfarë ndodh? Turizmi nga një anë ka një shtim të padiskutueshëm të turistëve. Nga ana tjetër, shqiptarët fitojnë taksen e gjysmënate. Do me thënë, në qoftë se në Shqipëri 10 milion turist regjistrojnë 7 milion fjetje, net fjetje, në Maltëzi 2.6 milion turist regjistrojnë 16 milion net fjetje. Pra, nuk ka asnjë lloj ndershmërie. Është i tërë i zhytur në informalitet. Ne do ta nxjerrim turizmin, do ta ndihmojmë turizmin. Do ta ndihmojmë sepse është një sektor edhe ai kryesor. Do ta ndihmojmë edhe atë me mbështetje, sepse një hotel, një punojës, një sipërmarrës në fushën e turizmit, natyrisht ai 4-5 muaj ka aktivitet, po punëtorët ama nëse i merr çdo vit nga 4-5 muaj, nuk mund të krijojë vazhdimsinë punë. Dhe ne do shohim një bashkëpunim me ta edhe shteti për të kontribuar në pagat jashtë sezonit për punojësit në industrinë e turizmit. Sikundër lehtësira të tjera, por sot janë rreth 3 herë më shumë ose 4 herë më shumë apartamente të lira për fjetje se sa shtetërn hotele, shtetërn apartamente se në hotele. Dhe kjo i kërcënon shumë hotelet, që është vërteta. Ndaj dhe një formalizim i këtij tregu është i domosdoshëm, jo përkundazi, për ta bërë një histori suksesi që fiton secili, në cilin fiton secili. Ju e shtruat drejt. Lidhur me urbanistikën, pa diskutim që ne do të instalojmë një rregull shumë të fortë në urbanistik. Ne kemi parimin, duhet jemi, ne nuk ndryshojmë nga parimi, legalizim, pastaj urbanizim. Pse ky parim? Ky parim sigurisht në pamje të parë të duket se tipo favorizon. Jo. Është një sens përgjegjësie. Në të gjitha kohrat, shteti që është përmbajtur të drejtës, ka mbajt një përgjegjësi për atë që ka ndodhur. Ka mbajt një përgjegjësi për atë që ka ndodhur. Dhe pikërisht duke mbajt se do të mbajmë këtë përgjegjësi, ne do bëjmë fillimisht legalizimin dhe pastaj urbanizimin. Çfarë do thotë? Ne do i përgjigjemi atij, do të zhdëmtojmë atë plotësisht me atë që krijojmë me urbanizimin. Ky është parimi, prandaj dhe këtë duhet ja u përcjellni të gjithë banorëve
ne nuk tërhiqemi nga parimi, legalizim, urbanizim. Këta e kanë me borxh, me rrafshue, me majtë qëndrimet më absurde, më brutale, faktikisht me korporatën e investimeve kanë kthye ligjet e 46. Kanë bërë totalisht të pasigurt çdo pronë. Nuk ka asnjë tregues më cilësor, më madhor, më jetik se sa popullimi. Çfarë do bëjmë ne? Do operojmë në dy drejtime. Së pari do bëjmë gjithçka të kthejmë sa më shumë nga ata që janë larguar. Sepse sot ne kemi zbritur në vitet 60. Sot popullata në Shqipëri është e viteve 60. Është një dramë, kemi humbur 30 vjetë. Dhe për ta kompensuar këtë, është një rrugë jo e shkurtër. Por rruga më e shkurtër është të bëjmë gjithçka për kthimin e atyre që janë larguar nëpërmjet incentivave, nëpërmjet nxitjeve, stimujve dhe të kalojmë me njërë në politikën e fëmijës tretë. Fëmija i tretë do të thotë fëmija nga lindja kjo politikë gjerë në moshën 23 vjeçare paguhet nga shteti. Paguhet nga shteti, jo nga familja, pra për llogaritjet. Është një politikë e kushtueshme, por është një politikë e domosdoshme, sepse ne kemi 2-3 vjet që kemi më shumë vdekje se lindje. Më shumë vdekje se lindje. Ja, kam thënë dhe herë diku tjetër. Ersekan 2023-shin në një vit lindi vetëm një fëmijë. Në qytetin e Erseks në 2023-shin në një vit lindi vetëm një fëmijë. Imagjinoni ju kur të hapet klasa e parë në 2030-ën, qyteti ka vetëm një fëmijë në klasë parë. Është e dhimbshme shumë. Ndaj dhe do jenë bonuset për fëmijët dhe do bëjmë gjithçka për shtimin për rikthimin e shqiptarëve dhe shtimin e popullsisë. Këto që themi ne këtu janë angazhime solemne, ju garantoj se do t'u përmbahemi 100%. Një gjë është, këto nuk janë premtime pa kosto. Jo, të gjitha janë me kosto. Por dhe kur nuk do t'i bëja, kur, në qoftë se nuk isha 100% i sigurt se mund të mbahem. Në qoftë se them se energjia do zbres në 6 lek, e bazoj sepse kaskada prodhon në një kosto sot 2.8 lek. Në një kur ka 3 fishin e patronazhistëve të punësuar aty, që rrisin koston. Pra ne kem aty ku ke një mundësi, ne do e shfrytëzojmë. Fasada na lejon ne, kaskada e Drinit na lejon ne ta ulim çmimin e energjisë në 6 lek për bizneset dhe 7 lek për qytetarët. Dhe ne do e bëjmë. Sikundër, ne do të, në rast se u kujtohet, ne patëm shpallë Shqipërinë superfuqi e vogël rajonale energjisë rinovueshme me hidrocentralet. Sot hidrocentralet janë një realitet i fuqishëm, sot ato prodhojnë rreth 60% të prodhimit përgjithshëm, sa që prodhoi përpara, 60% asaj dhe janë qindra tjerë kontrata të firmosura